Natën e finales u pan dy postime që bëri Jozi, një postim që ishte një lloj reagimi dhe më pas një urim për Pashkët. A kishte ndonjë mesazh nga Pa Jozi? diskutim, pa diskutim që le të themi për mua nuk duhet të reagonte në natën finale, pasi do të ishte më e udhës që të reagonte më përpara, jo t'ja linte këtij momenti që të gjithë fokusi ishte tek finalja, po padyshim në rrjeshtat e tij ai tregoi se u ndjej provokuar dhe reagoi si të qenit e njëri real, po për mua ajo loja atë ka provokimin, nëse ti bie prej edhe bën një veprim të gabuar, justifikimet më pas për mua janë të kota, pasi veprimi është bërë dhe nuk është bën dot, le të themi atë agresion që ti ke treguar. A ndoshta mund të ketë ose a do ketë në të ardhmen, po themi një lloj paqe që mund vendoset mes Jozit dhe Gjestit, nëse Jozi mund të kërkoj falje për atë shuplak që i dha Gjestit. Është një situatë të cilën më shumë le të themi fryhet në rrjetet sociale apo ka këtë lloj komentimi në rrjetet sociale, padyshim që veprimi i tij goditës nuk e di se sa mund të arrijë Gjesti ta falë, se shumë herë ka falur në atë shtëpi. Mendoj që më e mira midis të dyve ishte që mos kishte le të themi indicje me postimin në rrjetet sociale. Gjesti nuk ka reaguar akoma për asgjë, por në rastin konkret Jozit ja lek kohës edhe ta shuaj, pasi ai thotë që unë ndjeva i provokuar, pra nuk është se pranon 100% fajin e tij, ja lë dhe gjysmën Gjestit dhe e mira do të ishte që këta personazhe, pasi kemi parë që vite ndër vite personazhet e showbizit le të themi i kanë mbajtur le të themi në mend këto situata dhe nuk janë pajtuar, kanë pasur edhe disa, nuk e di sa do ta përdorin këto për njëri tjetrin në kuadër të këngëve që ata bëjnë. Kjo mbetet për të parë, pasi është ende diçka që ka ndodhur tani, është e freskët dhe nuk shpresoj dhe nuk duhet që të dy të japin ndoshta sinjale për një lloj hakmarrje. Mbarimit të natës finale, në skenë u pa Egli duke takuar dhe prindërit e Gjestit. Ka pasur komente të shumta lidhur me një ftohtësi nga ana e vjerrës në thonjza nënës së Gjestit, që ka takuar Eglin. Si e keni parë këtë takim? Duke qenë që raporti të dyve në Big Brother, le të themi, nuk ka qenë ai ideali apo nuk ka qenë i qetë, por ka qenë me tensione dhe me zhvillime dramatike. Sigurisht ata janë prindër të djalit të tyre dhe nuk i është, besoj që nuk i ka ardhur mirë ku kanë parë skena apo degradime të situatave, sidoqoftë edhe në surprizën që ata i bën Xhesit, në rastin konkret nëna u tregua sërish le të themi një person jo shumë i ndjeshëm apo jo shumë siç do donim ne, por besoj që është tipi i saj. Ne nuk mund të ndërhyjmë apo të kërkojmë që personat të dalin nga vetja apo të kenë një sjellje le të themi më shumë të ngrohtë. Në lidhje me Eglin, edhe unë e pash le të themi takimin e tyre dhe po komentohet disi në rrjet që u tregua pak e ftohtë ose le të themi u tregua pak mendje madhe në Gjestit me Eglin, kur në fakt është Egli ajo që i dha një dorë lojës së Gjestit duke bërë më dinamike lojën e tij. Për mua këto gjëra besoj do të kalohen, duhet që të kalohen më me lupë më të thjeshtë dhe jo që ti komentojmë çdo lëvizje. Ajo sigurisht ka qenë le të themi në ato ndjenjat dhe në ato momentet e një fitorit të djalit të saj dhe një lloj krenarie ka dhe pse jo të mos e shfaqte, nuk besoj që e ka pasur në rastin konkret me Eglin, por lidhjen e tyre kjo mbetet kohës për t'ju parë. Dje ka qenë edhe after party i Big Brotherit dhe kanë dalë disa pamje ku Egli dhe Gjesti shikohen bashkë. A keni besim që marrëdhënia e tyre do të vazhdojë edhe më tej? Të dy ata e dinë le të themi fuqinë që ka ky raport që shkon tek audienca dhe tek publiku dhe që e mbushin pa diskutim rrjetet sociale. Ata të dy le të themi janë dy personazhe tani më të kërkuar të showbizit. Interesi është i shtuar për të parë se si do të jetë raporti i tyre, por një raport i cili është parë dhe brenda Big Brother që nuk ka qenë ato ujërat e qetë, ka qenë një Egli që kërkonte më shumë
edhe një gest i cili thoshte nuk shoh më shumë për të ardhmen, por në ditët e fundit ai ka treguar që ka një lloj, le të themi, ndjenje të mirë, të fortë për Eglin dhe ja ka lënë edhe kohës për ta parë se sa mund të shkojë, le të themi, marrëdhënia e tyre. Nuk është fundi botës, sepse edhe nëse nuk do të ketë, le të themi, një lidhje, ata për sa kohë ishin në Big Brother, u treguan, le të themi, ndoshta edhe të zgjuar për ta përdorur në kuadër të lojës lidhjen e tyre. Besoj që duhet të jenë edhe më të zgjuar tani për ta mbajtur, pasi interesi është i madh. Flasim për ndjenja dhe me ndjenja nuk duhet të luhet, por nëse ata të dy bien dakord për këtë gjë dhe e shikojnë të udhës që edhe për te ndjenjave mund të luhet ende pas Big Brotherit, pasi kjo do t'i sjellë atyre, le të themi, vëmendje në rastin konkret në karrierën e tyre, për sa i përket muzikës. Besoj që do t'i përdorin të dyja, do të bien dakord edhe që, le të themi, kanë ndjenja reale me njëri tjetrin dhe do të jenë çifti që do të bëjë, le të themi, ose do të mbërthejë më saktë të gjithë shtypin roz gjatë sezonit të verës me projekte, me këngë edhe do ta mbajnë të mbërthyer publikun. A besoni që do jetë një çift aq i kërkuar sa ç'ishte ose se që është Luizi me Kiarën apo se ç'ishte Romeo dhe Heidi kur dolën nga Big Brother? Ata janë të kërkuar, pasi janë ata, le të themi, protagonistët e këtij Big Brotheri. Nuk mund të bëhet krahasime, se sa herë që bëjmë krahasime me Luizin, ai është në tjetër format, ka pasur një tjetër linjë të dashurisë apo të zhvillimit të ndjenjës me Kiarën, ka qenë komplet ndryshe. Këta gjesti është më energjik, është më djalë që nuk i hyj gjërave thellë, siç i thot ai, por pëlqen gjën e momentin, por që janë të dy, le të themi, on top të shikueshmërisë apo dhe të kërkesës së audiencës është. Pastaj, a ka qenë më shumë Luizi? Patjetër që ka qenë më shumë se ai me Kiarën se sa këta të dy sot. Si e keni parë Big Brotherin e këtij edicioni në krahasim me Big Brotherin e shkuar? Një Big Brother ku kishte më shumë dominancë të lojtarëve gra dhe femrave, një Big Brother ku kishte të shprehur dhe prezente më shumë dhunë, një Big Brother që për mua përfshirë më shumë herë publikun dhe, le të themi, tërhoqi një pjesë të audiencës që nuk ishte, të asaj audiencës që ne e kemi parë në shifra rekord në kanalin YouTube. Pra ka qenë një Big Brother, ka qenë një Big Brother ndryshe, por një Big Brother që do të mbahet mend shumë për aktet e dhunës, për banorë që kanë treguar agresion në lojën e tyre, por edhe një Big Brother ku këtë vit, le të themi, dominanca e më së shumt ka qenë e vajzave, e grave, por që fitoi gjesti, pa diskutim që po, e një fitore e merituar. Opinionistët Arbri dhe Neda, a kanë qenë, po themi, në lartësinë e dur për dhënë opinionet? Arbri dhe Neda, le të themi, Arbri ka zënë vën ato kohtukë dhe është viti 4 që nuk e lçon. Pa diskutim është e ka krijuar, le të themi, një lloj konstrukti dhe një lloj kostumi që e ka veshur me batutat që bënte, me ato thumbat, me edhe thumbat ironike, tallëse, se duhet ta themi me Jozin, shpeshherë është shprehur tallës, edhe kjo gjë mua nuk më ka pëlqyer, por Arbri e shikon që bëhet meme në rrjetet sociale dhe i shtonte sa herë i jepte mundësia. Janë ndarë të dy opinionistët edhe në syrin e publikut, që Arbri ka mbështetur gjithmonë Rozanën, kurse Neda që ka mbështetur, le të themi, më së shumti Gertën, por për mua më e drejtë dhe më e saktë në gjykime dhe le të themi më e qartë në mendimet e saj në këtë sezon, padyshim që ka qenë Neda, pasi ka ditur ku të bëj, le të themi, analiza dhe jo thjesht kritika, pasi opinionistat nuk janë aty për të bërë kritika apo, le të themi, për të mbajtur qëndrime personale kundër drejt banorëve, por janë për të bërë një analizë të mirë fillt dhe shumë të gjerë të situatës, jo vetëm për ciftazi apo për të bërë, le të themi, viral në rrjetet sociale.